Të diellat mbas Pashke janë të diellat gëzuara, dhe jo vetëm të gëzuara, se kanë një frym jashtëzakonisht të mirë, por na ndihmojnë për të kuptuar edhe më mirë ngjalljen. Sepse edhe nxënësit e Zotit dal ngadalë filluan e kuptuan gjithë misterin e ngjalljes. Dhe kuptimi i misterit të ngjalljes nuk është vetëm thjesht në kuptimin intelektual, që të dish ta shpjegosh, është për ta ndjerë e për ta përjetuar. Prandaj dhe kisha vazhdimisht predikon që duhet përjetuar këtë ngjarje. Dhe prandaj kisha ortodokse është mbushur me kaq shumë shërbesa, kaq të bukura, dhe vazhdon vazhdimisht me këtë gjë, sepse e di që nëse nuk duhet kuptojmë me zemër ngjalljen, e ta përjetojmë në jetën tonë përditshme, nuk do e kuptojmë dot të gjithën. Dhe do jetë një besim shumë i cekët, që për fatin tonë të keq shpeshherë kështu ndodh. Njerëzit e shohin vetëm thjesht në cekti, nuk e përjetojnë atë gjë. Asgjë nuk mund të kuptojmë dot nëse nuk e përjetojmë. E sot ne përkujtojmë disa gra me kurajo që donin Zotin me dashuri jashtëzakonisht madhe dhe mundën frikën e tyre. Dhe përkujtojmë edhe dy njerëz, dy shenjtorë të kishës tonë, Josifin Arimatheus dhe Nikodhimin, të cilët patën guximin për të varrosur trupin e Zotit. Josifi ishte antar i Këshillit të Lartë, ashtu si Nikodhimi. Dhe dinin gjithçka se çfarë ishte kurdisur farisejt për ta dënuar e për ta vrarë. Dhe megjithatë ai pati guximin dhe mbështolli trupin e Zotit dhe e varrosi, duke patur guximin e t'ia kërkonte Pilatit. Nëse do kuptojmë situatën e asaj kohe, do nderojmë shumë guximin e këtyre, kurajën e këtyre. Ishte një person, Jesu Krishti, që ishte dënuar me vdekje, qoftë nga këshilli i judejve, ashtu dhe nga perandoria romake, nga guvernatori Pilati. Ishte një i dënuar me vdekje dhe ishte një kriminal në sytë e tyre. Të shkonje dhe të kërkonje e të ndihmonje atë gjë ishte diçka shumë e rrezikshme. Si ata persona që kanë qenë gjatë diktaturës, që janë një farë moshe dhe din, të ishte një i dënuar me vdekje në atë kohë, e të shkonje ti të varrosje, e të kërkonje dhe trupin e ti, e të i bënje gjithë nderët. Padyshim që do arrestojsh edhe ti. E njëjta gjë ndodhi dhe me Josifin. Judejt e morën dhe hodhën në një pus shumë të madh. E tradita e kishës thotë që në mënyrë të mrekullueshme edhe Zoti u shfaq atij për të shpjeguar misterin e ngjalljes dhe e nxorri nga pusi. Dhe Josifi nuk e ndali punën e tij atë, po meqense kishte parë kryqëzimin, e kishte përjetuar ngjalljen, vazhdoi të predikonte kudo. Dhe bëj një nga predikuesit për të përhapur ungjillin. E njëjta gjë edhe me Nikodhimin, i cili dhe ai pati kurajën për të qenë nxënësi i Zotit. Dhe ai mori mirët për të lyer trupin e tij. Dhe Nikodhimi, që ishte antar dhe i Këshillit të Lartë, i dinte gjithçka që kishte ndodhur. Dhe ishte Nikodhimi që dha informacionet më të mëdha se çfarë kishin kurdisur judejt në atë kohë për ta kryqëzuar Zotin. Dhe Nikodhimi po ashtu u bën një nga përhapësit e lajmit më të rëndësishëm të kishës, madje të gjithë botës, ngjalljen e Zotit, mundjen e vdekjes. Por theksi i ungjillit sotëm vendoset në disa gra të guximshme. Kushdo që lexon ungjillin, të gjithin, do shohë që këto gra ishin në periferi gjatë gjithë kohës që Krishti predikonte, por në fund këto u bën protagoniste. Patën guximin që shpeshherë nuk e patën as dhe apostujt, nxënësit e tij, të gjithë u larguan dhe u fshehen nga frika, ndërsa patën guximin. Jo se s'kishin frikë, kishin frikë, po dashuria e madhe që kishte për Zotin e mundi frikën. Të kesh kurajo nuk do thotë që nuk e frikë, po me gjithë frikën ti vazhdon përpara. Dhe ata shkuan për të kërkuar Krishtin e kryqëzuar, sepse akoma nuk e dinin dhe as nuk e kuptonin misterin e ngjalljes. E donin Krishtin për atë që ishte. Shumë njerëz i shkonin mbrapa Krishtit gjatë kohës që ai po predikonte në shërbesën e tij publike. Disa njerëz i pëlqenin fjalët që tregonte ai, paravolitë, gjithçka. Të tjerët kishin shpresën që ky do ishte Mesia, që do çlironte popullin e Izraelit nga tirania romane. Të tjerë kishin interesa të ndryshme. Në kohën e kryqëzimit, të gjithë u larguan. Këto gra qëndruan pranë kryqit dhe
menduan edhe të mirosnin trupin e tij. Meqense Pashka ishte shumë afër, dhe trupi i tij mos qëndronte në kryq, Josifi kërkoi trupin dhe e vajosën me era të mira, por nuk e bën gjithë ceremoninë sipas ligjit judeik. Dhe këto gra donin që ta bënin atë në mënyrën më të plotë dhe shkuan me guxim herët në mëngjes tek varri. Dhe varri ishte e hapur. Rrugës po mendonin që kush do ne rrekullisi gurin, sepse guri ishte shumë i madh. Etrit e kishës kanë dalur shumë te kjo pjesë. Çfarë do thotë ajo? Kush do ne rregullisi gurin? Gjithse cili nga ne ka një gur të rëndë në zemër, si pasojë e mëkatit. E rrekullisja e këtij gurit nuk është aq e lehtë. Zemra e njeriu ishte tempulli i Perëndis, e mëkati u bë një varr. E varri është i vulosur me gurin e pasioneve tona, zilirat, mërirat, inatet, krenarirat boshe, sepse krenaria është gjithmonë boshe. Nuk mund të ketë krenari. Për çfarë mund të jemi krenar? Për asgjë s'mund të jemi krenar. Si thot Shën Pavli, nëse do mburren vetëm për Krishtin, jo për veten time. Dhe këto nuk e lejojnë zemrën që të jetë një varr i hapur, që të shijojnë ngjalljen. Shijimi i ngjalljes është shumë i rëndësishëm. Kisha ka predikuar vazhdimisht, etrit e kishës kanë predikuar vazhdimisht. Madje shumë nga etrit e kishës thonë diçka shumë të rëndësishme, që e ka përshkruar në mënyrë akoma më të gjatë Shën Nikola Kavasila. Thot këtë gjë: ato shkuan me mirrot për ta mirrosur trupin e Zotit, por mirro e vërtet ishte Krishti. Ai që u ngjall dhe përhapi mirron në gjithë njerëzit që i besonin atij, sepse mirro nuk është vetëm thjesht vaj i jashtëm. Mirro e vërtet është mirro shpirtërore. Ai është një tregues dhe një simbol i mirros së vërtet. Dhe Krishti është mirra e vërtet e çdo njeriu. Në këngën e këngëve të Solomonit thohet diçka për emrin e Zotit. Emri yt o Zot është mirra, thot, një vajosje që derdhet thot vazhdimisht. Dhe misteri i ngjalljes pikërisht kjo gjë është, kur ne kuptojmë që Krishti i ngjallur e ka përhapur këtë mirro në çdo njeri që pakzohet. E në çdo njeri që e ndjek atë. Dhe kjo është mirro që mund të shënqërojë çdo njeri, nëse ne rrekullisim gurin që na pengon për të pajtuar me Perëndin. Mbas mëkatit ndërmjet njeriu dhe Zotit u vendos një mur shumë i madh, që izoloi njeriu nga kontakti i thellë me Perëndin. Dhe Krishti e prishi këtë mur, e hapi këtë mur. Ashtu si varri mbeti bosh, ashtu dhe dha mundësinë për gjithë secilin nga ne që ta hapim këtë gjë, e ta mundim atë gjë, sepse ne krijojmë një pseudo vete. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Njerëzit shpeshherë identifikojnë veten jo me atë që janë tamam. Nëse ne e heqim këtë pseudo vete, do zbulojmë veten e vërtetë. Ky është dhe kuptimi i fjalëve që thot Zoti, kushdo që të vi pas meje, ta mohoj veten e tij. Për cilë vete ka fjalën Zoti? E ka veten për pseudo veten. Mbi veten e vërtetë vendosen shumë shtresa, të cilat ushqehen nga krenaria, nga xhelozia, nga çmira, nga zilia, nga krenarit vazhdimisht boshe. E këto krijojnë një identitet që nuk është i joni. Sado duket një paradoks. Ne pikërisht mbrojmë me forcë shumë të madhe diçka që nuk jemi ne realisht. Zoti erdhi pikërisht për ta hequr të gurin e rënd që mbulon veten e vërtet. A nëse do heqim këtë, ne do kthehemi tek vetja e vërtet. Si thot parabolia e djalit pranë pishës. Kur ai u pendua, thot, dhe erdhi në vete. Do thot që hoqi dorë nga pseudo vetja, nga krenaria, nga gjithçka tjetër që mund të kishte menduar me veten e tij, dhe u kthye tek vetja e vërtet. Krishti erdhi për ta ngjallur ne shpirtërisht e për të na dhënë identitetin tonë të vërtet, për të na dhënë emrin me të cilën Perëndia i ka krijuar njerëzit, dhe jo pseudo njerëzit që kemi krijuar ne vetë. Gratë miroprurse janë një shembull shumë i madh për gjithë secilin nga ne, të cilat u përpoqën të bënin një akt shumë guximshëm ku rrezikoi dhe jeta e tyre. Sot njerëzit shpeshherë ju vjen turp për Zotin. Shumë krishterë që ndoshta mund të jenë të devotshëm sipas mënyrës tyre, kanë turpin ta bëjnë kryqin në publik ose tek njerëzit e tjerë. Dhe Zoti thot disa fjalë shumë të
drejta e të rënda për ne. Kur çdo që do ketë turp për mua, edhe unë do kem turp për te, thot, kur paraqitem para ëngjëve, njerëzit. Sepse nëse do na vit turp për Zotin, pse do na vit turp për Zotin? E para kujt? Të vit turp në për Zotin përpara njerëzve të tjerë është dhe qesharake dhe është fyese për Perëndin. Një shenjtor i madh, Shën Nikolau i Orit, thot këtë gjë. Të vit turp për Zotin përpara njerëzve është njësoj, thot, si të vit turp përpara derrit për baban tënd, ose përpara dhis për nënën tënde. Ne nuk duhet na vi turp për Zotin. Ne duhet kemi të lumtur, e ta quajmë si një privilegj shumë të madh, që kemi mundësinë bëjmë shenjën e kryqit, e ta ndjekim rrugën e kryqit, e ta përhapim lajmin e mirë të Krishtit në të gjithë botën. Ungjillëzimi është një privilegj jashtëzakonisht i madh, po kjo kërkon kurajo, e kërkon dashuri. Miroprurësat i patën të dyja. Kjo më kujton vazhdimisht që edhe në kohën e persekutimit ishin pjesa më e madhe atyre që mbajtën besimin, ishin gratë. Disa gra që e donin në Zotin. Edhe ruajtën besimin e tyre me përgjegjësi, madje duke pasur dhe guximin për ta pohuar atë që kishin mohuar shumë e shumë njerëz të tjerë. Vetëm nëse do e duam Zotin, do e ndjekim atë. Një gjysmë dashuri dhe një gjysmë besim nuk mban. E kjo e shkatërron fen. Një gjysmë fe nuk është fe. Biles më mirë mos ketë fare. Prandaj dhe Zoti ju thot farisejve që kishin një gjysmë fe, më shpejt do vinë gratë e përdala dhe kumerqarët në mbretërinë e qejve se sa ju. Nëse duam realisht ta ndjekim Zotin, duhet ta ndjekim me gjithë shpirtin tonë, sepse kjo nuk është një nder që i bëjmë Perëndis, është një diçka që na shëron neve. Duke dashur Zotin, dashuria do na shërojë, do na pastrojë ne. Sepse njerëzit shpeshherë mendojnë që duke bërë këto gjëra, Zoti ka i detyrim ka shi atyre. Nëse mjeku t'jep një ilaç për të shëruar, nuk është se ti po i bën nder mjekut që po pi mjekimin, ose po merr mjekimin, duhet ta falenderosh atë. E njëjta gjë është dhe gjërat që bëjmë në kish, me njerëzit e tjerë rrotullnesh, bamirësitë, veprat mira, nuk janë sepse i japim borxh dikujt, po është një lloj mjekimi për shpirtin tonë. Nëse s'kemi dashuri në shpirt, jemi ne që vuajmë. Ja, njerëzit krenar gjithmonë vuajnë. Njerëzit smirëzi gjithmonë janë në vojtje. Njerëzit që kanë xhelozira gjithmonë nuk janë të qetë. Duke pasur dashurinë në shpirt për Zotin dhe për njerëzit, do jemi ne që do jetojmë paqe. Prandaj dhe shembujt që lexojmë ne gjatë gjithë ungjillit janë një model për ne. Le të përpiqemi të modelohemi sipas këtyre njerëzve, të cilët dhanë dhe jetën e tyre për të përhapur vlerat e ungjillit, e për të ungjillizuar. Pa dritën e ungjillit, bota do ishte jashtëzakonisht akoma dhe më e keqe, sepse njerëzit nganjëherë ngatrojnë diçka. Padyshim në botë ka shumë padrejtësira. Ka mashtrime, ka vjedhje, luftra, vrasje, gjithçka tjetër. Po pa dritën e ungjillit do ishte akoma më keq, sepse njerëzit e kanë një dritë. A nëse duan ta drejtojnë veten e tyre, le të mundohen ta ndezin kandilin e zemrës tyre në dritën e Krishtit. Ajo drita e ngjalljes do të na shenjtërojnë, e do na japi paqe. Dhe jo vetëm ne, po e mira e njerëzve që janë rrotullnesh. Ky është mesazhi i ungjillit dhe kjo është shpresa jonë. Në fund të meshës, kur bëhet përlëshimi, këto fjalë thojmë: lavdim e ty o Krisht Perëndi, shpresa jonë, lavdim e ty. Pa këtë shpresë, bota do ishte akoma në errësirë. Zoti solli dritën. E këtë dritë ne duhet ta përhapim jo vetëm shpirtin tonë, po le ta përhapim gjithë botën. Kjo është thirrja dhe për këtë jemi thirrur në këtë botë. Nëse pakzohemi e bëhemi të krishterë, kemi një detyrim për ta përhapur këtë gjithandej. Një njeri që mendon që ka marrë dritën, e nuk e ndan me tjerët, ajo dritë tek ai do paksohet e do fiket. Vetëm duke ndarë me tjerët, ajo dritë do lëzojë edhe në shpirtin tonë. Amin.